Përshëndetje gjithëve, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të fokusohemi tek aktualiteti politik në Shqipëri, por jo vetëm, e parë në një këndvështrim tjetër, duke qenë se do ta lidhim edhe me zhvillimet globale, kryesisht që kanë të bëjnë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me ne kryetari i Lëvizjes Adveu, njerëzi dhe eksperti i çështjeve ndërkombëtare, zoti Kreshnik Osmani. Zoti Osmani, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit ju për ftesën dhe uroj podcastit tuaj sukses dhe mërës. Duke parë dhe duke ndjekur në rrjetet sociale, ju shpeshherë edhe lidhni me aktualitetin social edhe politik në Shqipëri, të gjithë shprehit që ju bëni. Ju e keni quajtur Big Brother të gjithë atë që po ndodh, duke lidhur dhe me zhvillimet ndërkombëtare që janë kryesisht me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çfarë Big Brother po jetojmë? Jo, në fakt kam folur për situatën në Shqipëri, më tepër ku jam referuar zhvillimet të fundit dhe deklaratave të zonjës Lea Ypi, kur kam folur për Big Brotherin. Çështja ndërkombëtare dhe çështja tjetër e Shqipërisë që lidhet me zhvillimet në Shqipëri ka të bëjë me skenar të mëdhenj, të cilët janë të ndryshëm për nga vendi, gjeografia dhe për nga zhvillimet apo qëllimet politike dhe gjeopolitike të cilat lidhen me ato zhvillime. Shqipëria është diçka tjetër, bota është diçka tjetër. Mënyra se si unë flas dhe mënyra se si unë i komentoj zhvillimet, të tentoj vazhdimisht të ndërtojmë fillimisht të hedhim dritë mbi makro, duhet ta kuptojnë shqiptarët atë që po ndodh në Shqipëri dhe atë që po ndodh në botë. Nëse doni të kuptojnë pastaj se çfarë po ndodh në botë, çfarë po ndodh në Shqipëri, nëse keni pyetje specifike, urdhëroni bëjeni, nëse nuk keni, më lejoni t'ju tregoj shkurtimisht si është situata. Patjetër zoti Osmani, me kënaqësi. Okej. Bota është në moment jashtëzakonisht të rëndësishëm, është në momentin e ndarjes së influencave, është në momentin e përkufizimit dhe të përcaktimit të arkitekturës së një rendi të ri botëror, të cilën e kemi njoftuar ka 4 vite, prej kohës kur na thonin jeni konspiracionist dhe nuk dini se çfarë flisni. Ky skenar, kjo perde u hap 24 shkurtin 2022 kur Putini nisi luftën e tij ndaj agresionin e tij në Ukrainë, dhe më pas do të vinin në sferat e tjera të botës, ardhja e presidentit Donald Trump dhe kthimi i botës në një erë të re. Era e re është një përpallje ndërmjet Amerikës dhe rivalëve të saj të lindjes, Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, është një përballje ndërmjet Amerikës, Kinës dhe Rusisë, ose thënë më ndryshe nga Amerika si drejtuese e hemisferës perëndimore dhe Kina, Rusia dhe Irani, që janë në një aleancë bashkë me shtetet të tjera në hemisferën lindore. Jemi në një kohë tranzitore të tranzicionit botëror, në të cilin bota do të përballet me zhvillime të jashtëzakonshme, ashtu siç po i sheh. Atë që po ndodh në këtë moment është se Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë mendim të luajë strategjinë e dominancës absolute të hemisferës perëndimore dhe përmjet ndikimit, ushtrimit të ndikimit në gjithë hapësirën perëndimore, pas kontrollit të kanaleve kryesore detare, pas kontrollit të Oqeanit Indian, Bab el-Mandabit në jug të detit arab, ngushticës së Hormuzit në gjirin persik, kontrolli i Oqeanit Atlantik dhe më pas ardhja e fokusit të Trumpit në polin e veriut, marrja e Grenlandës, kontrolli i kanaleve ujore ndërmjet Grenlandës, Kanadas, Grenlandës, Finlandës, dhe më pas hedhja syve të pika strategjike të tjera siç është nafta e Norvegjisë, për t'u bërë gati për përballjen e pashmangshme me Kinën dhe me Rusinë për dominancën e polit të veriut. Zoti Osmani, a jemi në një luftë të ftohtë? Jo, jemi në paradhomën e luftës së tretë botërore. Këto janë anekset e luftës së tretë botërore, e cila ka nisur, siç u thash, në 24 shkurtin e 2022 në Ukrainë dhe do të vazhdojë deri në përplasjen finale dhe shumë të fortë që do të ndërmjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, të cilat në këtë moment kanë preferuar të evitojnë përballjen e tyre direkte. Amerikanët i duan kinezët në përballje, por kinezët nuk duan në këtë moment përballje
dhe janë duke e shtyrë përballjen e tyre dhe në këtë moment janë duke konfiguruar interesat e tyre. Kinezët dhe rusët, bashkë me lojtarët e tjerë, të cilët para 2 ditësh kanë nisur manovrat ushtarake, bashkë me Iranin kanë çuar anijet e tyre për manovra ushtarake në Afrikën e Jugut, po tentojnë të marrin në kontroll pikën e vetme tashmë të kalimit që i ka mbetur kinezëve për të dalë nga hemisfera lindore në Oqeanin Atlantik dhe për të ardhur në Europë, Mesdhe dhe në Amerikën Latine. Për këtë arsye, Trump ka nisur dhe ai luftën urgjente për të dominuar në mënyrë absolute Amerikën Latine, sipas doktrinës së re Monroe, pasi ishim në doktrinën Monroe të James Monroe si 1824, erdhëm në doktrinën Monroe të Donald Trumpit, pra e cila e ristrukturon edhe një herë arkitekturën e Monroe duke synuar dominancë absolute në hemisferën perëndimore, në Amerikën Latine, në polin e veriut dhe në planin e saj, synimet e saj tashmë të qarta për të aneksuar dhe për të marrë Grönlandën. Ajo që bie në sy në këtë moment, që është tepër e rrezikshme, është dalja jashtë loje e Europës. Duke qenë se Kina dhe Rusia e shohin që amerikanët po kujdesen të ruajnë dominancën absolute të tyre në hemisferën perëndimore, tashmë kinezët dhe rusët janë të kënaqur që Amerika është duke luajtur në këtë korridor dhe po merret me këtë hemisfer dhe ka lënë Europën jashtë. Për sa kohë Europa është jashtë, kjo e gëzon shumë edhe Putinin edhe Xi Jinpingun në Pekin. Pra par nga kjo panoramë që sapo folëm, po ne jemi në aneksin e luftës së tretë botërore dhe përplasja e madhe pastaj do të ndodhë në 2027, 2028 apo 2029 në varësi të zhvillimeve në këtë pozicion, sepse bota nuk mund të ketë më shumë se sa, nuk mund të këndojnë 2 gjela në një kontest. Ose do të shkojmë në një vendimarrje të re ku njëra palë do ta rrënojë tjetrën dhe do të kemi një leadership të botës siç ka patur deri më sot, ose do të kemi një bord të ri drejtues të planetit, cili do të vendoset me vendimarrjen e re tashmë të amerikanëve, rusëve dhe kinezëve, por edhe lojtarëve të tjerë të cilët po synojnë të dalin nga fuqia rajonale në fuqi ndërkombëtare. Zoti Osmani, ju thoni që bota është drejt një lufte të tretë botërore, por a mund të ketë fitues? Nuk është drejt një lufte të tretë, është brenda saj. Qartë, por a ka fitues në një luftë botërore në këtë kontekst që ne flasim, duke qenë se do të ketë më shumë një luftë bërthamore, pra nëpërmjet fuqive bërthamore a ka fitues? Jo, nuk ka luftë bërthamore në kuptimin shkatërrues, sepse lufta bërthamore është fatale dhe këtë e dinë të gjithë, këtë e dinë edhe amerikanët, edhe rusët, edhe kinezët. Unë ju a shpjegova më sipër dhe ju thash qartësisht, jemi në paradhomat e luftës së tretë botërore, jemi në fushën e stërvitjes, po bëhet nxemja. Si do të shkojë kjo, atëherë do të shikoj se si do të përgatitet përplasja e madhe. Përplasja e madhe nuk është domosdoshmërisht ushtri që do të shkojnë të pushtojnë vende të tjera. Përplasja e madhe bëhet nëpërmjet kush do të kontrollojë korridoret ujore, kush do të kontrollojë naftën, kush do të kontrollojë energjinë, kush do të kontrollojë mineralet e rralla, kush do të kontrollojë polin e veriut, kush do të kontrollojë fabrikat dhe industrinë e microchipave, kush do të kontrollojë Tajvanin dhe si do të shkojë marrëveshja e re botërore ndërmjet Amerikës, Rusisë, Kinës, Indisë dhe Japonisë. Është një peshqe e re që po eksperimenton rindarje të zonave të tyre të influencës në të gjithë planetin, dhe kjo rindarje do të përcaktojë zonat e reja të influencës dhe do të përcaktojë ritmin e përplasjes së madhe për polin e veriut apo për microchipat, sepse dominanca e ardhshme botërore është e lidhur me supremacinë teknologjike, është e lidhur me supremacinë e artificial intelligence, është e lidhur me supremacinë në mineralet e rralla pa të cilat nuk mund të ketë epërsi teknologjike. Epërsia teknologjike e microchipave, e inteligjencës artificiale dhe sektorëve të tjerë dhe luftës hapësinore nuk ka mundësi të zhvillohet në qoftë se nuk kontrollojnë mineralet e rralla, të cilat sot janë
më të rëndësishme se floriri dhe më të rëndësishme se nafta. Donald Trump e nisi me kontrollin e naftës duke marrë depozitën më të madhe në botë që është Venezuela, tashmë po bëhet gati të godasi Iranin, tashmë po kërkon të marrë Groenlandën dhe Polin e Veriut, dhe kjo nuk është gjë tjetër përveç se një betejë, një paradhome luftës së tretë botërore për të kapur dhe për të bërë gati kontrollin e materialeve bazë. Lufta e tretë botërore nuk mund zhvillohet pa lëndët e para. Lëndët e para kanë nevojë lufta ka nevojë për karburant, ka nevojë për supremaci teknologjike, ka nevojë për supremaci në inteligjencë artificiale dhe këto nuk mund të sigurohen pa kontrollin e mineraleve të ralla, për të cilat bëhet lufta në Ukrainë, në Polin e Veriut dhe përplasja e madhe ndërmjet rusëve dhe kinezëve. Luftë bërthamore nuk ka, sepse shkatërrohet bota brenda sekondës, mund të ketë larg qoftë goditje bërthamore taktike në Europë apo në Polin të Veriut apo në rajone të tjera, të cilat mund të jenë të kontrolluara, por shpresoj të mos shkojmë në këtë skenar. Po Shqipëria, zoti Osmani, si preket nga zhvillimet e politikës së madhe amerikane, marrë shkas këtu nga arrestimi i Maduros, që ndezi një lloj shprese nga opozita në Shqipëri, të paktën që mund të kishte një aksion të ngjashëm edhe në Tiranë? Ka dy specifika të ndryshme që duhet i kuptojnë shqiptarët. Shqipëria është një mikroorganizëm në lojën e madhe të kombeve, është një vend në Ballkanin perëndimor, vend strategjik për interesat amerikane, por nuk jemi në skenarin e ngjashëm me të Maduros. Opozita synon të mobilizojë ndjekësit e saj, synon të ushqejë shpresa për të ndërtuar skenar të ngjashëm, por ndryshon skenari i Shqipërisë me skenarin e Venezuelës në ç'kuptim. Shqipëria i plotëson të gjitha kushtet. Regjimi i Ramaduros këtu në Tiranë i plotëson të gjitha kushtet që ka plotësuar Maduro atje, sepse në të gjitha deklaratat e Departamentit të Shtetit në muajt e fundit, në javët e fundit dhe në vitet e fundit, Shqipëria është qendër operacionale e trafikut kokainës dhe e krimit të organizuar. Zgjedhjet villen nëpërmjet ndihmës së karteleve të drogës dhe të kokainës. Këtë kemi parë tek përgjimet që kanë dalë dhe që i kanë tashmë edhe shërbimet europiane, edhe ato amerikane, edhe ato të vendeve të tjera mike të Shqipërisë, ku kartelet e drogës ndryshonin vendin rënditjen e kandidatëve për deputet të rilindjes, që është klauzola e narkoterrorit. Por, nuk pritet një skenar si Maduro, sepse ndryshon specifika në Shqipëri. Pra, vjen njëri ta marrë Edi Ramën në helikopter. Edi Rama vazhdon të jetë në pushtet, sepse ai ka një alibi të madhe në dorë deri tani. U thot pjesës tjetër të botës, po i ka unë do të vi Berisha. Berisha ka një mal të madh përpara. Berisha është duke bërë të gjitha përpjekjet për të mbajtur popullin në një shpërthim të kontrolluar. Që do të thotë, do të ruaj absolutisht monopolin e opozitës dhe për këtë po e ndihmon fort Edi Rama, sepse Berisha nuk është interesuar të largohet Edi Rama, sepse Edi Rama humbet më pas alibin e tij juridike. Berisha ka nevojë për alibi politike dhe alibi juridike. Rrëzimi i Ramaduros dhe i kartelit të rilindjes, pra i Edi Ramës dhe i rilindjes, Berisha nuk ka më nesër kujt i thot popullit shqiptar se është i persekutuar. Pra, në qoftë se sot Berisha shkon diqet nga Spaku, apo shkon përpara drejtësisë, apo bën gjithçka tjetër, Berisha u thot pasuesve të tij, ky i poshtri regjimi i Tiranës, narkoshteti është duke më persekutuar. Në rast se narkoshteti bie, Berisha nuk u thot më dot njerëzve jam duke u persekutuar. Prandaj, çifti Rama Berisha janë të lidhur si vëllezërit siamez me njëri tjetrin. Berisha synon të kontrollojë monopolin e opozitës, ndaj po bën dhe këto tryezat, por Berisha ka një mal të madh përpara, të cilin unë ja kam këshilluar nga kanali im. Berisha ka dy probleme të mëdha.
ka malin e madh të non gratës, të cilin nuk e mundi ta të i kaloj edhe me gjithë lobimin e Fatmir Mediut dhe çantat e dollarëve që shkuan për Lasivitën, i gënjën shqiptarët dhe u thanë që do të hiqet kjo, do shkoj në Washington këtë javë, do shkoj javën tjetër. Ne pritëm të çfarë do të ndodhte, por në Amerikë nuk ndodhi kjo. Brenda Partisë Demokratike nuk ka më një luftë për të ardhur në pushtet. Ka luftë klanesh, të cilat po synojnë kush do të zëvendësojë Berishën, dhe Berisha e di këtë. Këshilla ime për Berishën, jo për dashamirësi ndaj tij, po për dashamirësi ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dhe popullit opozitar ka qenë ndiq lojën e madhe. Loja e madhe ka rregullat e saj dhe ka ritmin e saj dhe ka radhën e saj. Fillimisht që Berisha të bëhej pjesë e planeve të administratës së re amerikane, ka nevojë për dy komponentë të rëndësishëm. Një, hiqet non grata, dhe e dyta që të jetë lojtar strategjik. Berisha mundej të ishte lojtar taktik, sepse është 81 vjeçar dhe amerikanët nuk i lidhin kontratat e tyre në botën e re me lojtar 81 vjeçar. E para. E dyta, në qoftë se nuk largohet non grata, në qoftë se nuk hiqet non grata, Berisha nuk mundet më të flasë për trumpizëm, për Ramaduro, sepse duke mos u hequr non grata, mesazhi që u shkon shqiptarëve është që administrata e re Donald Trump nuk ka ndryshuar qëndrim ndaj Sali Berishës. Në qoftë se presidenti Trump dhe valixhet me dollar që çon Berisha me Fatmir Mediu tek Lasivita do të mundin të lobonin heqjen e non gratës, në këtë moment Berisha mundej të ëndërronte që ishte një lojtar taktik i amerikanëve, 1 vite, 2 vite, si lider që monopolizon opozitën dhe mban kontrollin e saj. Berisha po bën të pamundurën bashkë me Ramën që t'u thonë amerikanëve që nuk ka lojtar tjetër në fushë në Shqipëri. Sepse partitë e vogla, partiçkat e vogla që bredhin nga Fevziu ke Grida Duma dhe nëpër studiot e Beogradit në Tiranë, partiçkat e reja i kontrollojnë ne, lojtarët i kontrollojnë ne, ndaj Amerika nuk ka zgjidhje tjetër përveç se ose të merret vesh me Edi Ramën, ose të merret vesh me Sali Berishën, sepse ata të dy e kanë monopolin. Kjo është loja që po bën Rama dhe Berisha në këtë moment. Ndaj Berisha vazhdon të bëjë tryeza që të mbajë të karikuar njerëzit e tij se unë mundet të mbështetem se do bi Trumpi e largon Edi Ramën me një fishkëllim. Rama ka një vizitë të vështirë në Amerikë në fund të muajit, sikurse po tenton, ka paguar miliona dollar për të marrë pjesë në një takim të lobit hebre në Washington që do të zhvillohet në muajin e shkurt, ku po tenton nëpërmjet lobimit me miqtë e tij në Tel Aviv apo e Donald Trumpit. Ndërkohë që Jerusalem Post në Izrael, por edhe miq dhe burimet tona të rëndësishme të informacionit na tregojnë se edhe Izraeli, edhe dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner, edhe Emiratet Arabe, edhe kompani të tjera të mëdha, gjigante, të cilat kanë patur plane të mëdha investimesh për Shqipëri, qoftë në ishullin Sazanit, qoftë në Zvërnes, qoftë dhe tek Aleksandr Vučići në Beograd, siç ishte projekti i madh i Kushnerit, janë anulluar, janë ngrirë dhe janë pezulluar, dhe kjo ka qenë një lajm hata dhe koment për Edi Ramën dhe regjimin e tij. Po bën përpjekjet e fundit. Zoti Osmani, neve kur flasim për luftra, historiku na tregon që është përkufizuar edhe Ballkani si fuqi baruti. Në këtë rast mund të jetë Kosova fuqi baruti për Ballkanin, duke marrë këtu parasysh edhe konfliktet e hapura që ka me Serbinë? Sigurisht konflikti dhe tensionet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës do të jenë dominante në panoramën e re gjeopolitike dhe në ekuilibrat gjeopolitik të Ballkanit, por Vučićit i ka ardhur fundi tashmë, bashkë me shokët e tij në Tiranë, u ka ardhur fundi dhe janë duke dhënë gramat e fundit. Nuk do të mundet më Vučići ta destabilizojë Ballkanin. Republika Srpska në Bosnjë e Hercegovinë, qoftë nëpërmjet tentativës për destabilizuar veriun e Kosovës.
Pra parë nga ky këndvështrim, ata nuk kanë çfarë të bëjnë më, serbët nuk kanë më fuqi të destabilizojnë Ballkanin, ata po armatosen fuqimisht sigurisht nga Rusia dhe nga Kina, por me sa duket amerikanët tashmë ja kanë hequr fishën edhe Aleksandar Vučićit, i cili po tenton të luajë me të dy krahët, por nuk ka më kohë për të luajtur me dy krahët, sepse Serbia tashmë duhet të pozicionohet, po armatoset që të ketë një ast në mëngë dhe të jetë i gatshëm për një konflikt të mundshëm, nëse do t'i vinë mesazhe nga Pekini ose nga Moska që të destabilizojë Ballkanin për llogarit të aleatëve të tyre të mëdhenj. Zot Osmani, ju thatë pak më herët që ka një, le të themi, dëshirë të heshtur të zotit Berisha për qëndruar në opozitë dhe ka luftë të brendshme brenda partisë. Mendoni që këto luftra të brendshme brenda partisë mund të prodhojnë një lider të re opozite në Shqipëri? Unë mendoj që zoti Berisha duhet të kuptoj mirë atë që po ndodh dhe t'i bëj shërbimin e fundit popullit opozitar dhe popullit demokrat të djathtas konservatore, e cila i dha aq shumë pushtet. Do të bëj mirë ta kuptoj se çfarë po ndodh dhe ta kuptoj se të gjitha përpjekjet e tij për të ruajtur monopolin e opozitës nuk e çojnë asgjë kundi. Berisha nuk ka karta strategjike për t'i detyruar amerikanët që të ulen kryes. Më vjen keq për popullin opozitar që e dëgjon këtë, sepse ata kanë dëshirë të rikthehen, ata shohin në ëndra me Maduro, e vetmja mënyrë që opozita të vi në pushtet, populli opozitar dhe shqiptarët, sepse ka edhe të majtë që nuk e shohin dot me sy rilindjen, ka edhe socialistë të cilës nuk e shohin, nuk kanë asnjë lidhje me kartelin e rilindjes. Unë i njoh, i kam takuar, janë krejtësisht të distancuar nga kjo bandë, që shqiptarët të shpëtojnë, duhet të mblidhen të gjithë bashkë jashtë Ramës dhe Berishës dhe lojtarëve dhe kukullave që ata i shpikin për të kontrolluar situatën. Në qoftë se nuk e bëjnë këtë, shqiptarët do të vazhdojnë të rinë peng të lojës politike bipolare të kontrolluar nga çifti Rama-Berisha. Berisha ka bërë dy lëvizje që ecin paralel me njëra tjetrën. Berisha nga njëra anë është vetërrethuar me Sorosian, që i njeh e gjithë Shqipëria, me njerëz të pa aftë, me njerëz pa integritet, me njerëz pa peshë politike, të cilët ai bëri deputet vetëm për faktin se i futi në lista të sigurta, sepse mendonte që ata ishin besnikët e tij, por Berisha e di që ata nuk kanë fuqi në popull, e para. E dyta, u vetërrethua me Sorosian Berisha për t'i dhënë garanci Sorosit që unë jam këtu dhe nëse ke mundësi të ma heqësh në ngratën, ja unë jam rrethuar me njerëzit e tu, të cilët i ke garanci, janë këtu tek unë. Kjo është loja e parë. Nga loja e dytë e Berishës është që tenton të shfaqet si trampist apo si njeri konservator, gjë që nuk është. Pra, Berisha bën me sforco një rol që nuk është. Dhe tenton t'i jap Sorosit garanci me njerëzit me të cilët është vetërrethuar, sepse e gjithë klasa politike në Shqipëri, me partiçkat e vjetra dhe të reja kontrollohen tërësisht nga e majta Sorosian. Berisha me një anë i jep garanci Sorosit dhe vetërrethohet me Sorosian ke Partia Demokratike, u thënë atyre që iki unë, njerëzit tuaj janë ata të cilët do të vinë, do të trashëgojnë, dhe nga ana tjetër bën trampistin duke bërë filma me Fatmir Mediun, duke tentuar të heqë në ngratën apo duke kërkuar të ngjitet tek barka e Donald Trumpit. Po e hoqi në ngratën, duhet të mendojmë nëse Berisha mund të jetë lojtar taktik, lojtar strategjik, nuk mund të jetë një teknik vjeçar. Kjo është loja që po luan Berisha, dhe për ta bërë këtë, i duhet një narrativ. Narrativa e protestave me shpërthim të kontrolluar që bëhen çdo 4-5 javë, dalin ke bulevardi, mbushin, bëjnë ca foto, i çojnë në Amerikë dhe në Europë që opozita jam unë.
Nuk ka njëri tjetër opozitë. E janë unë. Rama thot nga ana tjetër, nuk ka alternativë për mua përveç Berishës. Ndaj po më hoqët mua do vija i që keni bërë non grata, sepse vetëm ai e kontrollon. Dhe çfarë bëjnë? Kanë dhe një lojtar tjetër që rri në Zvicër, që është tigri i rilindjes, Arben Ahmetaj, i cili i tregon shqiptarëve që ky kartel është hajdut. Pra hajduti denonson hajdutët. Dhe shqiptarët e din shumë mirë se kush është Ahmetaj, e din shumë mirë se kush është Rama. Nuk ka nevojë t'ja tregoj Ahmetaj. Por Ahmetaj duhet për të ruajtur alibin dhe për të mbajtur Ramën nën presion. Berisha mban Ramën nën presion nëpërmjet Ahmetajt. Ahmetaj tregon gjithçka, përveç një gjëje. Pazarin mes Ramës dhe Berishës për të mbajtur dhe për të ruajtur monopolin e politikës në Shqipëri. Pse? Sepse Ahmetaj është lojtari i tyre. Dhe nuk ka ardhur Ahmetaj për të denoncuar korrupsionin, sepse është një i krimbur në korrupsion dhe është një super hajdut, nga hajdutët më të mëdhenj të rilindjes, i cili është hedhur tashmë në preherin e Berishës për të bërë skem e kësaj loje dhe këtij monopoli bipolar dhe tripolar që synon kontrollin tërësor të lojës politike në Shqipëri, që të shpresojnë më pas t'ja pamundsojnë Amerikës apo Europës që të hyjë në Shqipëri.